Liga unike në basketbol për femra ka luajtur të mërkurën në pasdite javën e parë, ndërsa në takimin e zhvilluar në qytetin e Vlorës, Peja e Kosovës ka triumfuar përballë Flamurtarit në shifrat 82-70. Një ndeshje ku nuk kanë munguar emocionet, ndërsa Peja cilësohet edhe si ekipi më i fortë në këtë kompeticion për këtë edicion. Në 10 minutat e para ndeshja luhet thuajsësi e barabartë, ndërsa drejt fundit të saj është ekipi kosovar që avancon në rezultat, duke mbyllur në shifrat 23-16. Diferencën e krejt takimit e bën perioda e dytë, që vendos ndoshta edhe fatet e kësaj ndeshje, me Pejin që realizon plot 24 pikë kundrejt 8 ekipit vlonjat dhe mbyll pjesën e parë në avantazhin 47-24. Pas pushimit ndryshon gjithçka me Flamurtarin që luan më mirë në parket, ndërsa në fund të periudhës së tretë, shifrat shënojnë rezultatin 63-45, sërish në avantazh për ekipin kosovar. Edhe në 90 minutat e fundit të ndeshjes, ekipi i Flamurtarit luan sërish më mirë, duke shënuar 29 pikë kundrejt vetëm 19 të ekipit kosovar. Ekipi i Flamurtarit tenton të ndryshojë fatet e takimit, por nuk i arrin deri në fund, ndërsa krejt ndeshja mbyllet me fitoren e Pejës në shifrat 82-70. Pas ndeshjes, trajneri i Pejës ka theksuar se kjo ishte një fitore shumë e rëndësishme, ndërsa synimi i ekipit të tij mbetet padyshim arritja e trofeut. E para i përgëzoj vashët e mia që kanë luajtur me një intensitet shumë të lartë. E dyta është se unë jam trajneri për herë të parë këtu, edhe nuk e di çka ka ndodhur më herët dhe nuk më intereson. Mu më intereson për çfarë tutje. Fitore e merituar, besoj kemi dominuar gjithë 40 minutat dhe besoj që kemi qenë skuadër më e mirë këtë ndeshje. Të them drejtën, neve na mungojnë 2 lojtare, do thot një huaj që cila ka ikur para 2 ditëve në Lituani dhe një huaj plus që duhet ta nënshkruajmë, por ne jemi në një ritëm shumë të mirë pozitiv pas fitores së Superkupës në finalin në Kosovë dhe besoj që kemi vazhduar me pozitivitet dhe kjo është merite vashave dhe bordit të klubit. Ne i synojmë gjitha trofejt si vjet. Patjetër, se ne kemi krijuar një ekip të mirë, me njerëz pozitiv, me njerëz cilët kanë pasion basketbollin dhe duke ditë që mu më kanë sjellë prej kampionatit Izraelit, se kam qenë kampion me Elitsu Ramle, besoj që janë njerëz serioz për t'i marrë gjitha trofejt. Liga unike në basketbol për femra rikthehet tashmë shumë shpejt me javën e dytë të saj, ndërsa të premte në orën 17 sërish në Pallatin e Sportit të qytetit të Vlorës, Flamurtari do të përballet me Prishtinën.